Faleminderit për kohën tuaj, shpresoj që jeni mirë sot. Faleminderit për juve dhe Radio Dugaxhinit. Është kënaqësi për mua. Njëkohësisht shfrytëzoj nga rasti ta uroj këtë festë të madhe kombëtare të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit shumë, edhe ne ju urojmë juve, padyshim juve dhe gjithë familjeve, çfarë pamje e bukur. Përshëndetje për krejt familjen tuaj. Respekt. Faleminderit. Na keni nderuar me këtë prezantim, me këtë përfaqësim për krejt ata të cilët po na dëgjojnë e nuk po na shikojnë këto momente. Zotri Bedriu nuk është vetëm, pranë vetës, nëse s'gaboj e ka daksorten, mbesat, djalin. Urime gjithë. Urime, faleminderit shumë. Zotri Cauani, qysh i kujtoni vitet e fëmirisë dhe rritjen në Gjakov, çfarë ndikimi kanë pas ato në rritjen tuaj, në formimin tuaj në përgjithësi? Rinia e hershme pikërisht është nostalgjia më e madhe e jetës time, sepse aty fillova të bromosem në aspektin kombëtar e ku më mirë se sa në Gjakov, ku që nga viti 1968 për herë të parë, edhe më vonë është premtuar në mënyrë shumë dinjitoze kjo festë e madhe kombëtare. Padyshim. Vonë duke kujtuar të gjithë ata që dhanë më të shtrejtën për lirinë e kombit ton dhe datat më të shënuara, sepse muaji nëntor për gjithë shqiptarët është muaji i shehtë, sepse që nga viti 1443 me dalin në skenë të kryetrimit ton Gjergj Kasioti Skënderbeut dhe me pastaj me 28 nëntor 1912, pastaj duke vazhduar edhe në luftën e fundit me dalin në sipërfaqe të ushtrisë shpirtare të Kosovës, datëlindjen e kryeheroit ton kombëtar Adem Jashari dhe familja Jashari, familja emblematike Jashari, edhe deri në ditët e sotme kremtojmë me krenari, sepse tek e fundit çdo komb i civilizuar në radhë të parë, për dallim prej atyre të tjerëve, në radhë të parë dinë të kremtojnë dhe të festojnë dhe të përkujtojnë të gjithë ata që dhanë më... Zotri Cauani, sigurisht disa probleme teknike. Ju keni nis punën si mësues në vitet e 80-ta. Si ka qenë me punu në arsimin e atyre viteve në Gjakov? Ka qenë një dëshirë dhe një vullnet i jashtëzakonshëm për të filluar në arsim, sepse të gjithë tashmë e dim që bazë e një kombi është një arsim i shëndetshëm dhe një arsim cilësor dhe vërtet ka qenë një dëshirë, një vullnet i jashtëzakonshëm për të filluar aty ku për fat mirë unë e pata kryer shkollën fillore, në shkollën Zekeria Arexha dhe pastaj fillova dhe punën si mëdhënës në potënjetën shkollë. Sa mirë. Padyshim emocione shumë të mëdha dhe kur e din që vetë ke qenë nxënës në atë shkollë e vazhdon me jep mësim gjeneratave të reja, padyshim që kjo juve ju ka formu si në personalitet, në dashurinë për me i rit brezat e rinj, me ju jep edukimin dhe gjithçka tjetër. Në periudhën e okupimit, ju keni qenë zotri Cauani jashtëzakonisht aktiv në mbrojtje të shkollave shqipe. Çfarë rreziqe ka sjell kjo për juve personalisht? Po dihet fare mirë se në atë kohë ishte një domosdoshmëri e kohës që të përgatitemi për vetëmbrojtje. Ajo na shtyri mu dhe një grup të rinjësh, të cilët aso kohë nuk pajtoheshim asesi me gjitha ato masa drakonike që ishin ndaj kombit ton dhe formuam grupe të ndryshme, me qenë se isha në atë kohë edhe presidenti Federatës Bodybuildingut. Edhe ju fillimisht kam filluar me notin si kampioni notit, kurse me pastaj kam qenë disa vite dhe kampion në bodybuilding dhe normalisht me një grup të djemve të ri të formuar në të gjitha drejtimet, filluam të bëjmë mbrojtjen e shkollës shqipe, sepse përfatkesh në ato kohra pushteti okupues kishte edhe njerëz të caktuar të cilët i përgatitnin për të penguar procesin mësimor dhe për të dalë me njoftime, sepse këta nuk janë në gjendje
të organizojnë procesin simor. Kurse dhe më pastaj një pjesë shumë e madhe këtyre të rinjve ju bashkangjiten edhe luftës së fundit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ku ndërta kishim edhe dëshmor si Bashkimi Drizzi, Elton Zherka, e shumë të rinj, të cilët dhanë më të shtrejten për lirinë e Kosovës, të cilën sot ne e gëzojmë. Zotëri Cahani, në vitin 1993 jeni detyruar mu largu nga Kosova. Ku keni shku dhe çush e kujtoni atë periudhë dhe si ka ndikuar ajo në jetën tuaj? Po, duke marrë parasysh të gjitha aktivitetet të cilat ilegale, të cilat ne i organizonim, në muajin shtator të vitit 93 ra një pjesë e shtabit të mbrojtjes së asaj kohe, dhe normalisht që një pjesë tjetër me sugjerimin gjithmonë, sepse ne kishim një linjë komanduese me sugjerimin e tyre u obliguam një pjesë që të iknim në mënyrë ilegale në Shqipëri, ku për asnjë moment edhe atje nuk qëndrova duar kryq, dhe fillova me aktivitetin e bodybuildingut si sport, duke rekrutuar shumë të rinj dhe duke për fat mirë arritëm që ta dërgojmë edhe Shqipërinë, ta themelojmë Federatën e bodybuildingut në Shqipëri, dhe për herë të parë ta dërgojmë në kampionatin botror në vitin 1996. E jashtëzakonshme. Të gjitha këto ishin sfida, ishin përpjekje, por dëshira ishte shumë më e madhe dhe i tejkaluam të gjitha këto sfida. Padyshim që po, ju pas çlirimit jeni rikthyer më një herë për me jep kontributin tuaj për Kosovën, pas krejt atyre kontributeve të cilat i keni jep për vite të tëra, duke formu kështu dhe Federatën e bodybuildingut në Shqipëri, duke ja mundsu Shqipërisë me shku në kampionatin e parë botror sa i përket këtij sporti. Por pas rikthimit tuaj për me dhënë me vazhdu kontributin e tjetër për Kosovën, cili ka qenë prioriteti juaj i parë për, nëse mund ta quaj kështu, rindërtim institucional? Shumë e vërtet, sepse nifet botërisht që edhe pas luftës është lufta. Por tani më lufta është për arsimin, kulturën, rinin dhe sportin, ku ja kushtova pjesën më të mirë të jetës sime, dhe me njëherë pas luftës fillova me një përkushtim, me një zell të jashtëzakonshëm në ngritjen e arsimimit, sportit, kulturës, rinisë dhe rinisë. Prandaj kam qenë shumë e pat që kam pas mundësinë të jem në poste drejtuese dhe të kontribuoj sadopak në ngritjen e të gjitha këtyre virtyteve kombëtare. E jashtëzakonshme. Nëse kishit pas mundësi me nis jetën nga fillimi, a do e kishit ndjek të njëjtën në rrugë? Padyshim, jo për të imituar dikën, por kjo rrugë për mua dhe për shumë miq të mi, është e pakthyer dhe asnjëherë nuk do të pendoheshim. Normalisht ka vend edhe për përmirësime, sepse ka dhe do të ketë edhe në jetë, sepse moto e jetës ime është që të përmirësoj vetveten gjithmonë dhe të zotëroj vetveten gjithmonë, por padyshim kjo është një rrugë e pakthyeshme. E pakthyeshme dhe i kishit botë njëjtën nga fillimi. Zotëri Cahani, djali juaj sot feston ditëlindjen, të cilit ja keni vendos emrin Flamur. Po. Sa vjeç është Flamure? Ja, këtu kemi edhe Flamurin. Urime ditëlindjen Flamur. Përshëndetje. Përshëndetje për ty, u bëfsh 100. U bëfsh 100. Shumë faleminderit. Po besoj jashtëzakonisht krenari e madhe me mbajt këtë emër kur e din që ditëlindja jote përkon edhe me përvjetorin e pavarësisë të shtetit shqiptar, me ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithçka tjetër, por jam e bindur që edhe ju si fëmijët mbesat nipat jeni rrugës babit, a? Padyshim, po mundohemi ta ndjekim rrugën e babit
është pak e vështirë, po asaj rrugë nuk ndalemi dhe ne. Uroj që 100 vjet do bësh, edhe ju uroj shëndet ty Flamur edhe gjithë. Dhe juve të gjithë shqiptarëve urime 28 nëntorin. Gëzuar. Faleminderit shumë, gëzuar edhe juve. Zotri Cahani, një mesazh për krejt ata të cilët po na dëgjojnë, po na shohin në këto momente në Radio Dukagjini në YouTube. Cili është mesazhi juaj për gjithë shqiptarët tonë në kënd botës për festën e 28 nëntorit? Mesazhi im dhe i familjes sonë këtu ku jemi të gëzojmë, të kremtojmë të gjitha festat pa dallim, sepse neve kemi edhe muajin shkurt, një datë e jashtëzakonshme, data 17 shkurt, e cila përkon edhe me ditëlindjen e djalit të dytë Arbrit, i cili dëshiroj ta përshëndes nga këtu, ai jeton në Zvicër, është i martuar dhe vërtet që shon lidh datat. Wow, e jashtëzakonshme. Kemi të gjithë shqiptarët kemi arsye ta festojmë, të kremtojmë dhe të marrim energji pozitive për ndërtimin ton, sepse asnjëherë më mirë nuk kemi qenë. Dhe uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë të jemi të bashkuar dhe bashkimi, vetëm bashkimi është sukses i joni kombëtar. Ne sot kemi shumë të lumtur, kemi 2 shtete. Definitivisht. Edhe unë uroj që do të kenë mundësi gjithë me ndjekë edhe rrugën tuaj ku ju keni jep një kontribut të jashtëzakonshëm në fusha të ndryshme, keni dhënë kontribut si në sport, si në rini, si në arsim, veçmas duke mos harru edhe për kushtimin tuaj prej vitit 93, prezenca juaj në Shqipëri, por edhe krejt kontributi në Kosovë. Për juve, Zotri Cahani, edhe për gjithë familjen tuaj, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt. Ju uroj shëndet. Me qenë se Jona Mbesa po bën përshtypje, po bën përpjekje, ta sjell një njeri të cilën e kam pas për krah gjatë tërë jetës time, jo vetëm unë, por ne i jemi shumë borxhi gjatë kësaj jete bashkëshortes sime, mësuesës Fatush, ta falenderoj edhe publikisht për gjithë ato përpjekje dhe vuajtje, sepse ka kaluar në periudha shumë të vështira, edhe kështu që faleminderit që ma dhatë rastin, edhe publikisht ta falenderoj për gjitha ato vuajtje të cilat ja kam shkaktuar unë. Këto identifikojnë edhe familjet shqiptare ku gjithmonë gratë kanë qenë në përkrahje të bashkëshortëve të tyre për me ndjek ëndrrën e tyre, rrugën e tyre, e padyshim edhe me pas mundësi me sjell diçka të veçantë për familjet shqiptare nëpërmjet kontributeve tuaja. Faleminderit shumë, shëndet të mira. Faleminderit. Gjithë mira, tung, faleminderit. Gëzuar, faleminderit shumë për këtë paraqitje. Do më thonë është respekt.